ende nuk ka shumë kulturë për këto mjetët që janë me dy rrota. Flanza, që sa është me motor? Sa të bënë kështu që s'ju 3 ke nda? vjet, po. Më thonë para 3 vjetëve ki vendos Para 3 vjetëve po me dalë me motor. Në fakt kom pas qef shumë a herët. Po, nështë nuk e kom pas atë guximin edhe në kontakt me njerëz të tjerë ose me familjen, gjithmonë e kam potencu faktin që është shumë rrezik, Po bre, diqysh krejt. ndoshta ende nuk ka shumë kulturë për këto mjetët që janë me dy rrota. Po, ndoshta ka qenë ma vështirë përpara, po tash ka ndryshuar dhe gjendja në komunikacion është, bëjmë e thonë, e mirë, nga se e respektoj njëri tjetrin, edhe unë nuk po kam problem. E tash, po du mu prej atyre ditëve të para, dhe më thonë para 3 vjetëve, kur ki vendos me bli motor, edhe me dalë me motor, që ka thanë fëmijët, që ka tha burri, që ka thanë familja, Flanza, ku je nisë, ka u diskutu kjo fa familjen tonë veç kemi pas antar që kanë vozit motor që një kohë shumë gjatë, po që janë të gjinis mashkullore, edhe kur vjen puna për një gru me vozit motor, normal që prej frikës, jo diçka tjetër, nuk është që e kam prit, ndoshta në mënyrë më të mirë të mundshme, po unë e kom di që apo du, edhe ka qenë shumë e nevojshme Trakland, sidomos që atë kohë. Tash po e shohim që nuk është ky problematik veç te na nëpër qytete, gjithmonë qyteti është problem, qoftë me lëviz ose me u parku. Unë, duke qenë pjesë e programit mëngjesit, na shkojmë punë, kemi shku në punë, fakt se tash që një kohë nuk jam, kemi shku në punë para orës 7 që as parkinget nuk kanë qenë qelë. Edhe me vetur është do është me usile, me gjithë diku një qështë edhe... Me uratu, a? Kështë që tash s'kam nevoj heq me vendu ku parkona, hapësira ka të mjaftueshme. Do më thonë përveç knatësisë që ki në lëvizje kretë ato, ty të ka hekë edhe një pjesë stresit, se ajo është shumë stres i madhë, se vonohesh, nuk më rinë ko. E vërtet, është shumë problem me lëviz. Po tash e kom bo zgjidhjen, jam shumë e lumtur. Jam shumë pishman që se ku marrë ma herët, edhe me e lecu jetën vetës, po dhe tash nuk është vonë, kështu që jam shumë mirë.